Përshëndetje miq, mirë se erdhët tek Të jetosh besimin. Sot do flas për shëmbulltyrën e Samaritanit të mirë, dashuria që ka përcen të gjithë kufit. Tek Luka 10, vargu 37, Jezusi i thot: "Shko dhe bëj edhe ti po kështu." Në këtë shëmbulltyr, Krishti përmbys çdo logjik fetare edhe shoqërore. Njeriu i plagosur ndodhet në rrugë. Dy figura të shenjta kalojnë pranë tij dhe nuk ndalen. Askush nuk e ndihmon. Ndërsa një Samaritan, një huaj dhe i përçmuar nga hebrejt, ndalet, prek plagët, derdh vaj dhe verë dhe merr përgjegjësi për jetën e këtij personi. Këtu Jezusi po thot diçka të jashtëzakonshme. Dashuria e vërtet nuk matet nga identiteti yt fetar, por nga veprimi yt konkret. Një figurë historike që e mishëron këtë është Irena Sendler, infermierja polake që gjatë luftës së dytë botërore shpëtoi mbi 2500 fëmijë hebrej nga getoja e Varshavës. Ajo ishte krishter, por nuk i ndihmoi fëmijët për arsye ideologjike apo fetare, i ndihmoi sepse ishin njerëz. Ajo tha: "Kur dikush është duke u mbytur, nuk pyet se çfarë feje ka, i jep dorën." Gruaja arrestohet, torturohet, por nuk u ndal. Një lloj si Samaritani i mirë, ajo nuk pyeti kush është ky, por çfarë nevoje ka ky njeri. Etika nis në momentin kur ti sheh fytyrën e tjetrit dhe ndjen përgjegjësi për të, do thoshte filozofi Emanuel Levinas. Më lejoni të ndaj disa të vërteta që dua të mbesin sot. E para, dashuria biblike është praktike, jo teori. Samaritani i mirë në këtë shëmbulltyr nuk flet për dashurinë, ai e bën, ai e konkretizon. Në fakt ai ndalet, ai e prek të plagosurin, paguan çmimin për të. E vërteta e dytë, dashuria nuk njeh kufi etnik, fetar apo politik. Ndihmon një armik të mundshëm. Dashuria e mbretërisë nuk pyet për identitetin e tjetrit, por për plagët, dhembjen e tij. E vërteta e tretë, dashuria merr përgjegjësi afatgjat. Samaritani nuk bëri një akt simbolik dhe u largua. Përkundrazi, ai u kujdes për vazhdimsinë e shërimit. Dashuria është të shohësh Krishtin tek plagët e tjetrit. Shoqëria moderne është e ndarë në ne edhe ata. Në grupe, ideologji, fe, komsi, etni të ndryshme. Por Krishti e shkatërron këtë ndarje. Ai nuk pyet kush është i afërm im? Pyetja e tij është kujt po i bëhesh ti një i afërm? Ana Arendt do thoshte e keqja lulëzon jo vetëm nga urrëtia, por nga indiferenca. Të gjithë ne si shqiptar gjendemi përballë malit të skajshëm, të pakapërcyeshëm, pothuajse të indiferencës njerëzore. Zemrat tona janë bërë kaq të akullta, kaq të pandjeshme për të depërtuar në jetët e të tjerëve, e kështu i lëm të tjerët në batakun e tyre, në dhimbjen e tyre, në vuajtjen e tyre dhe nuk bëjmë asgjë për t'i shpëtuar, por në thelb kemi lënë veten tonë në mjerim. Kemi lënë jetët tona të zhytura në mes të baltës së pafuqisë njerëzore. Infermierja me emrin Irena Sendler nuk ndryshoi botën me fjalime, ajo ndryshoi me guxim përballë indiferencës. Ndaj pyetjet për sot do të ishin këto. Pran kujt jam duke kaluar, i cili ka nevojë dhe unë nuk po ndalem? A jam i afërm vetëm për ata që më ngjajnë mua, që më duan mua dhe që unë i njoh? A jam gati të paguaj çmimin e dashurisë praktike për çdo njeri që është në nevojë? Samaritani i mirë sot mund të jetë ai që ndihmon pa u dukur, ai që fal pa u lavdëruar, ai që shërben pa pyetur kush je. Dashuria e mbretërisë së Zotit nuk kërkon skenar, por kërkon një zemër që don të ndërhyjë dhe të bekojë njerëzit. Ndaj, të dashur miq, le të marrim një moment dhe t'i lutemi Zotit sot së bashku. I dashur Zot, më çliro nga indiferentizmi, nga dashuria që vetëm flet fjalë, por nuk vepron vepra. Më jep sytë e Samaritanit, zemrën që nuk ndalet, por vepron, qëndron dhe shërben. Transformoj jetën time në një përgjigje ndaj nevojave të tjerëve. O Zot, shtrije dorën tënde
dhe bekoj burrat dhe gratë që janë duke më ndjekur sot. E lutemi që secili nga ne ta vendosi besimin në vendin e veprimit praktik, dashurinë tënde tek vendi i shërimit, i ngushëllimit dhe i shpresës. Lutem për mbrojtje dhe për bekime qiellore në jetën e miqve të mi. Në emrin e Jezusit. Amen. Kështu miq, ky është edhe meditimi i ditës së sotme, mezi pres ju takoj sërish në meditimin e ditës së nesërme. Zoti me ju.